Edi qëndroi i ulur përballë kamerës, me shpinën drejt, me duart e mbledhura dhe me një qetësi që nuk ishte as pak rastësore. Nuk kishte nervozizëm në zërin e tij, por as nevojë për justifikim. Ishte ai moment kur dikush vendos të flasë qartë, jo për të kërkuar falje, por për të vendosur kufijtë së vërtetës së vet. Dua ta them një herë mirë, nisi ai, me një ton të drejtë për drejtë. Gjithçka që kam bërë me Dolcen këtu brenda ka qenë pjesë e lojës. Për shikime, për pëlqyeshmëri, për vëmendje, jo për diçka tjetër. Fjalët ranë rënd, jo sepse ishin të ashpra, por sepse ishin të pastruara nga çdo zbukurim. Në një shtëpi ku gjithçka interpretohet. Edi po zgjidhte të mos linte vend për hamendësime. Ai mori frymë thellë dhe vazhdoi. Unë Dolcen e njoh nga jashtë. E di shumë mirë kush është. E di si sillet, e di çfarë kërkon, e di si funksionon. Dhe pikërisht për këtë arsye nuk kam hyrë kurrë këtu me ide romantike apo ndjenja të thella. Edi nuk po fliste me mëllef. Po fliste me vetdije. Ai e dinte se kjo deklaratë do të bënte zhurmë. Do të ngjallte reagime. Do të ndante mendime. Por për të ishte më e rëndësishme të ishte i qartë se sa i pëlqyer. Në Big Brother, tha ai, njerëzit harrojnë një gjë, këtu nuk jemi në jetë reale. Këtu jemi në lojë. Dhe kush hyn pa e kuptuar këtë? Ose del i lënduar, ose del i humbur. Ai ndaloi për një çast, sikur po mendonte nëse duhej të vazhdonte më tej. Pastaj e bëri, Dolce është personazh i fortë për kamera. Di ta mbaj vëmendjen. Di të krijoj situata. Dhe unë e kam përdorur këtë dinamik. Ashtu siç ajo ka përdorur praninë time. Këto fjalë nuk ishin sulm. Ishin analizë. Edi nuk po e ulte Dolcen, por as nuk po e idealizonte. Ai po e vendoste në kontekstin që sipas tij i takonte. Loj, askush nuk e detyroi askënd, shtoi ai. Çdo gjë ka qenë e ditur. Çdo afrim ka qenë i kontrolluar. Dhe kush mendon se aty ka pasur diçka më shumë, thjesht po sheh atë që do të shoh. Në atë shtëpi, çdo prekje, çdo shikim, çdo afrim bëhet subjekt diskutimi. Por Edi po përpiqej ta zhveshte situatën nga emocionet që publiku shpesh ja vesh vet. Unë nuk kam hyrë këtu për dashuri, tha ai prerë. Kam hyrë për lojë. Për strategji. Për të shkuar sa më larg. Disa do ta quanin të ftohtë. Disa të sinqert. Disa oportunist. Por Edi nuk po kërkonte etiketa. Ai po kërkonte të mbyllte një kapitull narrativ që po i ndërtohej nga të tjerët. Kur të dal jashtë, vazhdoi, jeta ime vazhdon njësoj. Po ashtu edhe e Dolces. Sepse ne e dim shumë mirë se çfarë është kjo dhe çfarë nuk është. Ai e dinte se kjo deklaratë mund të lëndonte. Mund të zhgënjente ata që kishin besuar në një histori tjetër. Por për të, e vërteta ishte më e rëndësishme se një rrëfim romantik i rrem. Big Brother nuk është vend për iluzione, tha në fund. Është pasqyrë. Dhe unë po e tregoj pasqyrën time ashtu siç është. Pas kësaj, ai heshti, heshtja ishte më e fortë se fjalët. Sepse tashmë gjithçka ishte thënë. Tani i takonte shtëpisë, banorëve dhe publikut të vendosnin se si ta lexonin këtë deklaratë. Disa do ta shohin si lojtar të fortë, disa si manipulues, disa si realist, por një gjë ishte e sigurt, Edi nuk la më vend për dy kuptimësi. Në një shtëpi ku shumë flasin për ndjenja, ai zgjodhi të flasë për strategji. Dhe në Big Brother, kjo shpesh është deklarata më e fortë që mund të bësh.